Përshëndetje. Flasim për sa përket datës 7 prill 2026. Si ditë e martë që është dhe një ditë shumë ndikuese në lidhje me çështjet e punës, lidhje me çështjet e ndryshimeve. Hëna në shqiptar mbart shumë gjëra, të zjarta, të shpejta dhe të rëndësishme. Ka të bëjë shumë me ndikimin të menduarit dhe për të ecur përpara, të thyeni kufizimet. Por me qëse Mërkuri në shenjën e peshqve do të thotë që të mendoni mirë, pavarësisht se sa dëshironi të hapni horizontin tuaj, sepse horizontet kanë bënë shumë me anën e gjërave dijes dhe jo vetëm, por me saktësi. Është shumë e përshtatshme kjo ditë, shkëmbimi idesh, vizione dhe ndikime shoqëri dhe ekonomi. Por do keni pak vëmendjen në planet e nxituara, sepse nuk është në të mirën tuaj, nëse keni një mundësi të tillë, e atëherë jeni në kohën e duhur. Para se të fillojmë me parashkimin e kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkime të tilla, parashkime të detajuara, kemi faqen roz, astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje duke ndikuar dhe duke shikuar, sepse ndikimet që kanë bënë fusha të ndryshme, juve kush ju përshtatet, juve ndikoni nga puna, ndikoni nga udhëtimet që doni të bëni, po sa të sigurt jeni. Atëherë e keni të gjitha atje, duke bler paketën tuaj, shkoni tek sekretaria, atje pastaj mund të dërgoni një email dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit për gjithçka juve ju intereson. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, është pikërisht ky butoni këtu. Ndiqni hapat, jeni gati për të dërguar mesazhin çdo të mërkurë në orën 20:00. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju të shenjës së dashit duket se kjo periudhë është një periudhë që shumë e rëndësishme për nga ana ekonomike, shumë e rëndësishme nga ndryshimet dhe vendimet që do të merrni, sepse janë disa vendime mjaft të rëndësishme për punën, për karrierën, por meqense hëna në shenjën e zjarrit, që është në shigjetar, juve ju ndihmon jashtë shenjat e zjarrit. Ka ndikime dhe favorizime shumë të mira në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshore dhe me bricap, është idealja, edhe pse duket pak e vështirë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, meqense demi duket se ka të bëjnë edhe me çështjet ekonomike financiare, ka të bëjnë edhe me disa vendime që mund të marrin demi, edhe pse i duket pak e vështirë, edhe pse ka të bëjnë me anën e pozicionimit të planeteve, ka të bëjnë me disa ndryshime të njëpasnjëshme ekonomike në lidhje me punën e kanë këta, por megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse dini shumë mirë çfarë bëni, dini shumë mirë ku do të shkoni, sepse kjo lidhet shumë edhe me ekonominë, por lidhet edhe me disa ndryshime dhe me disa takime që do të keni tani tutje. Këto janë takime mjaft të mira dhe mjaft pozitive, sepse është koha, sepse është periudha. I keni të gjitha në dorë juve për të rregulluar dhe stabilizuar. Kurse në çështjet lidhe me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresht të dhjetëdhjetit parë, me bricap të dhjetëdhjetit të tretë, është koha juaj dhe është një mundësi e artë në atë çka bëni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për sa përket binjakëve, meqense binjakët duket se tani kanë disa mundësi shenjat e ajrit, vërtet janë të lodhen shumë për të zgjidhur disa probleme, por nga njëra anë mirë bëjnë sepse dinë çfarë bëjnë dhe dinë ku do të shkojnë. Do lodheni këtë periudhë, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, por do keni një kënaqësi të veçantë në fund, sepse do dali e drejta, do triumfoni në atë çka kërkoni. Dhe kjo është mundësia, çështjet e rëndësishme që vijnë drejt jush dhe koha e duhur për marrje vendimesh. Gjërat janë në favorin tuaj, është koha më e mirë dhe më e qartë mbi atë çka jeni dhe çka doni të përçoni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dem të dhjetëdhjetit parë, me ujor të dhjetëdhjetit tretë, është perfektja, edhe pse disa gjëra mund mos jenë aty ku duhet, por janë ashtu siç duhet. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores.
Për sa i përket gaforeve, gaforet duket se tani në këtë periudhë është një periudhë që duket se i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi, por dhe zgjidhjen e duhur në vazhdimsi. Koha tregon që vërtet jeni me fat, i keni mundësitë e zgjidhjes së problematikave që ju e keni, por keni pasur edhe disa çështje të lëna pezull, por vjen një moment tani që juve i zgjidhni ato që keni pasur probleme, i zgjidhni gjërat që keni pasur çështje të pazgjidhshme ose në çështjet e financave, të biznesit, të karrierës është një periudhë mjaft e mirë dhe surprizuese, nëse do ta marrim kështu, por ka edhe diçka shumë të madhe në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, me ujor të dishit të tretë, edhe pse duket pak e vështirë në plan parë, por shumë e mirë në vazhdimsi. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim, sepse i keni të gjitha mundësitë për t'i zgjidhur. Ana ekonomike dhe financiare nuk ka vend për të shqetësuar, sepse një burim të ardhës të dyta vijnë për dhjeticin e tretë. Dashuria duket se keni me akrep dhe me peshk të dhjeticit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për sa i përket luanëve, meqense luanët duket se tani e tutje, jeni mjaft të ndikuar dhe shumë pozitiv mbi disa ndryshime shumë të mëdha që do keni tani e tutje, është periudha dhe koha e duhur për të nisur një rrugtim të ri drejt punës suaj, drejt karrierës suaj, sepse keni një mundësi shumë të mirë tani, është një moment mjaft i mirë, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për arsyet ekonomisë, për arsyet punës suaj, sepse lidhet me ekonominë, lidhet edhe me punën dhe vazhdimsinë. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, me ujor të dishit tretë, është perfekt. Ja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se mundësit janë dhe është një mundësi shumë e mirë, keni pasur disa çështje të lëna pezull ose disa gjëra që nuk janë rregulluar akoma, por janë disa mundësi të arta. Një mundësi shumë e mirë është ekonomia dhe puna, vazhdimësia dhe korrektësia, por në lidhje me anën e financave, me biznesin, duket se koha është me juve. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, me ujor dhe dishit tretë, është diçka shumë pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Por, një kujdes të veçantë duhet të bëni lidhje me anën e financave, sepse aty është pak problem nëse doni të bëni me një kredi. Por çështje punë ose gjëra të natyre, do të bëni pa kujdes, se disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç i prisni juve dhe mërziteni pastaj. Por koha ka treguar që jeni me fat dhe jo me probleme. Dashuria me dëm është e juaja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët do të kenë mundësinë, kohën dhe momentin. Meqense çdo zgjidhje, çdo çështje pune, çdo problematikë keni, është një moment mjaft i mirë tani e tutje. Lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme në ekonomi, lidhje me punën e dashurinë sidomos, i keni gjërat në vijë për punën tuaj, për stabilizimin, sepse çdo çështje, çdo punë, çdo karrierë është në anën tuaj, meqense ka një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv, është një mundësi mjaft e artë në ekonominë dhe në ndryshimin e madh. Ndryshimi i madh, do thotë ekonomia, do thotë stabilizimi, po disa gjëra të tjera e keni në dorë juve për sa i përket punës, sepse peshorët kanë mundësi, nuk e diskutoj për gjërat e tyre, por duhet pasur pak kujdes mos nxitohen në vendime që mund të merrni. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me binjak dhe me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për sa përket akrepëve, akrepët duket se kanë shumë ndryshime, kanë shumë ndikime, janë ndikime mjaft pozitive, mjaft ndikuese, se jeni shumë korrekt me ekonominë, shumë korrekt me punën tuaj, por keni diçka shumë të madhe në vazhdimsi. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, me biznesin, me karrierën ka diçka shumë të madhe dhe shumë pozitive që do të keni në anën tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, një problem i vogël keni pasur me binjakët dhe djetiqit parë, po kjo ka zgjidhje në gjërat e juaja, sepse është një mundësi shumë e mirë tani për punë tuaja, për gjërat që keni dhe mundësi të arta që vijnë tani e tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë bashkim familjar, do thotë me ujor ose me virgjëresh. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve.
Për shqiptarët mundësit janë, nuk e diskutoj, por kanë dhe një ndikim shumë mirë tani në lidhje me ekonominë dhe punën, në lidhje me destinacionin e tyre, sepse kanë bëjnë me punën e tyre, kanë bëjnë me karrierën, sepse janë të karrierës, i kanë mundësit e zgjidhjes së problematikës, por dhe momentet e arta që kanë tani atutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dembrit të dhjetëdhjetit të parë, me ujorët të dhjetëdhjetit të tretë, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, duke se ndryshimet janë të dukshme dhe mundësit të arta që vinë drejt jush. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me virgjëresh është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Britsjapi të dashur, duket se kjo periudhë tani në anën tuaj, në ekonomi, në stabilizime, në çështjet konkrete që kanë bëjnë me punën, kanë bëjnë me stabilizimin dhe mundësinë. Një nga vendimet më të rëndësishme që mund të merrni për juve të shenjës së britsjapëve, ka diçka që zgjidhet nëpërmjet një takimi që do të bëni, një takim punë ose sipërmarrës, bëhet fjalë, por të 30 ditë që ka një mundësi shumë të mirë tani atutje. Në çështje shpirtërore, atëherë këtu lë pak për të dëshiruar, sepse lidhja me një dash ose me një peshore, jo për arsye problematike, por arsye fjalësh të pabaza. Dhe nuk prishet as familja, as dashuria, as shoqëria për fjalë që fliten lart e poshtë. Prandaj shikoni drejtimin tuaj, është diçka shumë pozitive dhe jo problematike. Në çështje shpirtërore, me binjak dhe me akrep është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë ujori. Për ujorët, në fakt ujorët të duket se tani në këtë periudhë kanë qenë dhe janë dhe mbeten shenjat me kuptim dhe me ndryshime të mëdha që ata kanë. Është një nga mundësitë më të mira, më pozitivet, sepse është një çështje shumë e rëndësishme, ekonomike, financiare, me vendime dhe ndryshime. Koha që përparon, mundësia ecën, dhe është diçka shumë e madhe tani atutje, ku gjërat do jenë mjaft ndikuese, dhe juve përparoni dhe keni mundësinë për të bërë ndryshime shumë të mëdha në ekonomi tani atutje. Pastaj është një periudhë shumë e mirë sepse zhvilloni dhe ndryshoni shumë gjëra në anën tuaj, por është një moment ideal me germa shtypi për stabilizimin dhe konkretizimin e lidhjes suaj, sepse është duket se ka të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shkonin martesë me Luan, shkonin dhe me virgjëresht të dhjetëdhjetit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshqve. Për sa përket peshqive, në peshqi duket se kjo periudhë është një periudhë ku mund mos jenë gjëra se që duhet, po janë aty ku duhet, sepse mundësia dhe karriera ju e keni janë mundësi shumë të mira për bërë zgjedhjen e duhur, për të arritur qëllimin tuaj, për momentin dhe mundësinë që ju e keni, sepse është pikërisht kjo periudhë tani. Do e shikoni dhe vetë sepse gjërat janë në favorin tuaj, i keni ndikime dhe favorizime të mëdha janë në anën tuaj, dhe duke pasur parasysh, kjo periudhë është e juaja dhe mundësitë të arta që vinë drejt jush. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Luan dhe me peshore janë të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 7 prill 2026 ditë e martë. Para se të ndami bashkë, në kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për shkrimet e tajura, kemi pikërisht faqen roz. Duke blerë paketën tuaj, shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin dhe pastaj lëm takim bashk nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni dërgoni një mesazh në pyetje përgjigje çdo të mërkurë ora 20:00. Ndiqni hapat dhe jeni gati për dërguar mesazhin në kohën që do jemi drejt për së drejti me juve. Nga Mirë Vulla, gjithë mirat.